Po vjoni që ndroni për balë kryeministrisë, ç'bën tani aty? A ka ndryshuar gjë dhe si sillet policia? Se me ty si ma ashtë për eshtë, të merë dhe plasmasin, të merë dhe këto. Nësa ati vetëm 2 veta e ruani, një vajzë police dhe atë kriminalin që iku, që vriste. Që ndoshta duhet e të tjore, të kryesh në një akt dhe të mbajnë vetëm 2 veta aty. Bëj shaka. Si, çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Kjo që thoni ju në fakt është e vërtet, edhe pse e thoni me shaka, në paraburgimin e Durrësit, si që pa u gjykua që një person me rrezikshmëri të lartë kujdesej ruaj nga 2 persona, ndërkohë që mua këtu dhe këta të rinj dhe tjerë që po bëjnë një protest të një modeli krejt qytetar që e ka fokusin të qëndresa dhe jo të fuqia e përballjes me molotov apo me bomba, na sjellin çdo natë herë 35, herë 65, herë 105, po asnjë natë nuk na lën pa krushqin, domethënë. Policë masiv për të marrë, vinë këtu për të marrë plasmasin, për të marrë karriget, çdo natë siç i prishet Terezia, lideri suprem. Tani, unë e kuptoj që ky shtet është bërë qesharak në tërsinë e vet. Po të arrish të dërgosh komisar dhe kryekomisar në grad për të sekuestruar 9 metra katror plasmas, kjo është më shumë se qesharake. Kjo është një rënje totale e fasadës, se Edi Ramës si njeriu që shitet si artist në Perëndim, si kontemporan, si njeri i demokracisë, por në fakt në vetë është një njeri aq i vogël sa kur e ndjen presionin real dhe ku nuk i ka të blerë ata që ka përballë, trëmbet dhe shantazhohet nga 9 metra katror plasmas. Po, kemi pyetje apo? Jo, të shtunën në datën, do ka mund, dhe 2 dhe pastaj ju patjetër. Pra ju jeni pastaj. Të shtunën në datën 17, ju do të mbani një protest. Pritet që keni thënë që të jetë e konsideruar. Po, në orën 6. Në orën 6. Çfarë pritshmërie keni për pjesëmarrjen, se me thënë drejtën pjesëmarrja e çdo gjë që po bën opozita deri sot është nuk ekziston. Does not exist. Nuk është. S'ka pjesëmarrje. Kjo nuk është e vërtet. Kjo është një gjë jo e mirë. Por çfarë pritshmërie keni për pjesëmarrjen dhe çfarë kërkoni konkretisht? T'ja themi dhe një herë publikut. Ne unë të thret se je i ftuar im, i shumë i pranuar dhe i konsideruar, dhe ta dim dhe një herë, çfarë është kjo tani? Shiko, e para njerë duhet të ndajmë diçka. Këtu jemi përballë një proteste që ka theksin te demaskimi i pushtetit të këtij njeriu dhe mbjellja e reagimit popullor, vrasja e frikës në vetvete. Pra qëndresa përballë tij, duke i thënë çdo ditë që je hajdut dhe drejtorin qeveria hajdutësh, është një mesazh që synon të shkojë në çdo familje shqiptare, në çdo tavolin, në çdo shoqëri, në çdo biznes, për të vrarë frikën. Sepse fjala e dytë që dëgjonte çdo shqiptar që takon është pasi thotë jam mirë, e dyta thotë kam frikë. Në këtë kuptim, kjo protestë po realizon më së miri qëllimin e vet. E dyta, ju thoni nuk ka numra. E vërteta është që protesta ka nisur nga një individ, mandej ka vazhduar me njerëz tjerë që flën 24 orë përballë godinës këtij zotrisë dhe çdo 2 javë ka pas një protestë e cila po vjen duke u rritur. Kishte 1500 në datë 20, mi 1500 në datë 20 dhjetor, kaloi diku te 3000 në datën 4 janar dhe ne shpresojmë që do të rritet kësaj here ditën e shtunë, sepse ata janë njerëz të lirë. Ki parasysh që në një republik ku çdo qelizë e shoqërisë është dhunuar, është kapur, është korruptuar, të dalin vetë, të dalin të pa intimiduar, të dalin pa lista, mira njerëz nuk është pak dhe janë ata që po përballen si fillim me vrasjen e frikës. Dhe të jeni të bindur ju që kjo farë që po mbyllet e vrasjes frikës do të përkthehet në bim të guximit për të përballur me regjimin më ajdutes të Europës. Ne këtë kemi në dorë të bëjmë dhe po e bëjmë me gjithë fuqinë tonë, sepse në çdo rast po qëndrojmë brenda kritereve dhe kufive të ligjit. Sepse siç unë e besoj fort dhe siç ne të gjithë që jemi këtu e besojmë fort, kjo republikë
mund të bëhet më e mirë vetëm duke e transformuar atë përmes ligjit dhe shumicës vullnetit popullor. Nuk është zgjidhje djegja, thyerja e meradh, zgjidhje është që ne të bëhemi shumicë në popull dhe duke qenë shumicë ta përballojmë këtë sistem të hajdutërisë. Bukur, atëre, si mendoni tani me numrat e pjesëmarrësve të gjithë që do të ketë më shumë, thatë ju. Pa e keni menduar që me që procesi do të vëjojë dhe të Partia Demokratike dhe do të jetë shtunën tjetër që mund të bashkojnë dhe me Partinë Demokratike, ata do të bëjnë të shtunën tjetër. Po ju mund të alternoni se deri tani do me të Absolutisht. Si absolutisht? Absolutisht, zoti Rakipi. Si absolutisht është po? Ne këtë të shtunë, ja pra po të përgjigjem, këtë të shtunë orën 6 pas dite ne kemi thirrë protestën tonë. Tani, ne kemi bërë një thirrje, çdo subjekt, çdo organizat, çdo shoqat, çdo qytetar, çdo grup interesi, çdo parti politike, do duhet të bashkohet në këtë shesh në një simbol të përbashkët që është flamuri kombëtar, sepse asnjë simbol i veçantë nuk arrin dot të krijojë një majorancë dhe t'i mbledh të gjithë, përveç se simbolit përbashkët që është flamuri jon kombëtar. Nëse do të mblidheshim nën siglën e Partisë Demokratike, socialistët e zhgënjur nuk do të vinin. Këta që besojnë te kjo që ne po bëjmë nuk do të vinin të gjithë. E me radhë. Nëse unë do të thosha, apo ne do të thoshim, hajdeni ju nën siglën tonë, do të ndodhte e njëjti kompleks. Dhe ajo që ne po propozojmë për javë të tëra është, dhe këtu do të shkohet se nuk ka rrugë tjetër. Por e të kuptoj, të gjithë grupet e interesit do të bashkohen në një flamur kombëtar për të jam i qartë na e ke thënë një mirë. Tani doktori, zotri, nuk vjen te ty. Atë pyes a do vesh ti te doktori. Ore ti kujton tani nuk të nuk vetë as dikundi mor zotri. Nuk shkojmë ne, ja pra po të shpjegoj Ne nuk të vjen. Absolutisht mos. Që ai nuk. Po le mos të vim ore, mos ardh, ai e di vet. Punet të gjithë ata e din vet. Ne po themi çfarë po bëjmë ne. Qartë. Ne nuk mund të bëjmë shumë i qartë. Gabim total për një gjë që nuk ka zgjidhje. Qeveria tranzitore me mandat 12 mujor e përbër nga intelektual më të mirë brenda dhe jashtë vendit për të përgatitur zgjedhjet e para të lira demokratike në vend do të ketë këto detyra siç ne e propozojmë. 1. Që të mos ketë më ministrin e brendshëm Edi Rama apo ndonjë tjetër që ta lejojë krimin aty poshtë që të bret në territor dhe të bëj vota për Edi Ramën. 2. Që të mos e ketë më ministrin e financave Edi Rama që të falë gjoba lartë poshtë 150 milion euro 3 ditë para zgjedhjeve. Ço ministri? Jo, të lutem. 3. Që të mos i ketë më drejtorat e përgjithshëm Edi Rama, që t'jap legalizime, t'jap le ndërtimi, të çojë tatimet atje, të falë gjobat e tatimeve, të kërcënojë njerëzit, e me radhë. Dhe 4, të mos e drejtojë më shtetin, partia në pushtet që të detyrojë administratën në rresh për një të votoj apo të bëj nga 5 emra në diaspor. Nëse ne duam ta demokratizojmë këtë vend dhe ta ndajmë dhe të japim fund tranzicionit shqiptar, duhet më në fund të bëjmë një palë zgjedhje të lira, demokratike dhe të ndershme. Adriatik, ne do të presim pas nesër, çfarë do të jetë? A do të jetë ndryshe? Të shtunën në orën 6 pas dite, merrni fëmijët, merrni bashkëshortin, bashkëshorten, të afërmit, në shesh, jo për Adriatikun, për veten tuaj, fermerët për përmbytjet që s'janë të shpërblyer, ju që nuk keni marrë shtëpitë e tërmetit akoma, për shtëpitë që s'keni marrë, ju që bezdiseni nga tatimet, për tatimorët që u bezdisin, ju që janë prish lokale të Tiranë pa leje, për lokale që janë prish pa drejtësisë, ju që jeni të rinj dhe nuk gjeni një vend pune apo nuk bleni dot një apartament, për ato që nuk realizoni dot dhe detyroni të ikni nga vendi juaj, ju që jeni pensionist dhe nuk merrni pensionin dhe hakun tuaj, për faktin që po kaloni fundin e jetës në mënyrë të padrejtë dhe nuk paguani sa duan, dhe ju që jeni qytetar të lirë, po kudo shkoni në këtë administrat, përballeni me korrupsionin, masivisht këtu në krah drejtësisë, përballë atyre që na kanë vjedhur.